Dhe ja ku jemi këthy te kuzhina, te rubrika e nutricionistës dhe dietologës me Lenën. Para se me fillu recetën, po du edhe njëherë me ripotencu, të gjithë ju që keni nevoj për një plan ushqimi për të humbur pesh, ose një plan ushqimi për të shtuar pesh. Të dyja këto, por jo vetëm, edhe të tjera plane ushqimi, qofshin ata të cilët ndihen të fryrë dhe ka nevoj për një lehtësim, çfarë do lloj plani ushqimor, i shkruani Lenës te faqet e saj me Lenën. Lena është online 24 sa s'ka lind, se kur të lind nashta edhe s'na kthen përgjigjet. Alen? Nuk e bëj sina, kur ta bëj sina kthej gjithçysh. E kthen domethënë, okej, Lena prap na kthen përgjigjen. Por që të gjitha këto kërkesa ju bën çare me një fjalë me i thonë shkurtoj punë. Sepse ka probleme ndryshme, ka persona që nuk dojnë as me shtu pesh, as me largu pesh, thjesht dojnë me hek mundimin apo fryrjen që ndjen prej ushqimeve, që kanë probleme me tretjen, edhe ke një plan individual për secilin pavarësisht prej ankesave. Zakonisht planet janë individuale. Plani nuk e bëjone, bëjmë bashkë. Bazë të rutinës që ka secilin, bazë të asaj që i duhet, bazë historikut edhe shëndetësor, po mbi të gjitha në bazë historikut të ushqimit paraprak. Edhe normal fillojmë me bënë ndryshime graduale, pa shtu tepër shumë që shëmarem për shembull krejt dietën, për shembull se regjimin ushqimor që shëmarem se kom e ndru krejt, kom e bu dietë, kom e shpenzu tash, jo. Në bëjna ndryshime shumë të vogla, në bazë të asaj që i përshtatet personit, qoftë financiarisht, qoftë për shembull në kohë, qoftë në çdo aspekt. Në fshata, në qyteta, çka ka qasja? Kjo është qasja jeme që ka shumë sukses edhe më ka shku shumë mirë deri tash, për arsye se për shembull, nëse na kufizojmë një person, për shembull, me ndru stilin e jetesës, me ndru mënyrën e ushqyerjes komplet, me ndru ato që e ka bu deri tash, e kufizojmë ka që kanë hallë dhe normal që kanë hallë ose mbi peshën ose kanë hallë shëndetësore dhe e respektojnë faktikisht, po ajo nuk zgjat shumë. Më thonë, ideja është kjo edhe që po promovojmë këto, me bu ndryshimet vogla, të ndryshu shprehit e përdeqme deri në ndryshime për shembull shprehit të dura për trupin tonë edhe për organizmin tonë, edhe me këto rezultati është i garantuar. Domethënë nuk ka kompromis atë. Edhe ata persona, biles ata që janë shumë ekstrem, që kanë abuzu me ushqim, ata din mu bo shumë ekstrem tregull. Domethënë zakonisht kjo funksionon tepër mirë kjo mënyrë dhe vazhdojmë me majt atë regjim gjatë gjithë kohës. Domethënë nuk e ndran mu.